Po besoj që këto vitet e fundit të paktën nuk ka ndoshta qytetar që nuk ka dëgjuar për agjensinë. Ne kemi tentuar që tashmë ta saksojmë mandatin, sepse në fillim kemi parë që qytetarët kanë një pritshmëri përtej mandatit të agjensisë për ta luftuar korrupsionin. Kam pritur që agjensia mund të arrestoj zyrtarë të cilët janë keqpërdrues të fondeve publike, përderisa mandati jonë është ashtu siç e përmendit me të drejtë, është për ndalim, është rritje transparencës, është hetim administrativ për shkeljet e pretenduara, të cilat mund të çojnë edhe në korrupsion, nëse ne e shohim se kemi vetëm kaluar te vepra penale e përcjellëm tensionet e ndjekjes, sepse ato janë përgjithëse për të hetuar. Po besoj që kemi arritur suksese në këtë punë, jo vetëm në kryerjen e punëve tona me cilësi, po ashtu në edukimin e qytetarëve për raportim. Numri i raportimeve nga viti në vit është rritur në përqindje të lartë, nëse vetëm e përmendim rastet e sinjalizimit, kur e ka marrë mandatin ne kemi pasur 12 raste, vitin e kaluar i kemi pasur 92 raste. Do të është më shumë se sa shtatëfishuar numri i raportimeve. Krejt kjo po besoj edhe me kapacitet teknike të ndërtuara, po ashtu edhe me sistemet e komunikimit dhe qasjen që kanë zyrtarët e APK-s ndaj raportuesve, që është një qasje pozitive dhe i mirëpresim çdo herë, duke pasur parasysh që vështirë që mund të ketë sukses puna e agjencisë pa pasur bashkëpunim të qytetarëve dhe të zyrtarëve publik. Ne kemi marrë vlerësime pozitive jo vetëm nga institucionet vendore të Kosovës apo nga misionet ndërkombëtare në Kosovë, edhe në konferenca ndërkombëtare kudo që kemi marrë pjesë, janë vlerësuar aktivitetet e APK si më të mirat në rajon. Ne po tentojmë që të vazhdojmë në këtë trend, sepse për rajon po besoj që nuk ka ndonjë agjensi apo ndonjë institucion që ka mandat të gjashëm që e kryen punën tonë me cilësi të ngjashme. Dua të përmend edhe ta dëshmoj vitin e kaluar, në prill të vitit të kaluar, në fund tashmë afër 11 muaj më parë, APK për 4 ditë ka prezantuar punën e vet dhe procesin e vlerësimit sektorial kundër korrupsion në hapësirat e Këshillit të Evropës. Thot për më shumë se 27 shtete kanë treguar interes që ta kopjojnë apo ta vënë në funksion mënyrën metodologjinë që ka përdorur agjensia në punën e tyre të përditshme. Thot për 4 ditë me rend është përmendur puna e agjencisë dhe Kosova si rast suksesi në parandalimin dhe identifikimin e korrupsionit. Pastaj, në qershor të vitit të kaluar, kemi pasur 18 shtete nga Azia Qendrore dhe rajoni, të cilët kanë ardhur në Kosovë në agjenci dhe janë prezantuar me sistem për raportim të korrupsionit, i cili është ndërtuar në modelin e Clean Portal të Koreas së Jugut, dhe kanë pa modelin dhe gjithë këta janë duke punuar që ta adaptojnë një version të këtij modeli, këtij aplikacioni në vend të tyre. Tashmë ne nuk jemi vetëm duke po shembuj të mirë, jemi duke u konsideruar si shembuj i mirë për shumë agjenci, qoftë rajonit, po edhe me gjerë, sepse po besoj që jehona e punës së agjencisë tashmë është zgjeruar edhe deri në Mongoli, kemi pasur edhe vizitorë nga Mongolia, të cilët kanë ardhur për ta pa modelin dhe është mbetur që ta realizojnë një mekanizëm të tillë edhe në vendin e tyre.